tema e ullirit rritet shumë ngadalë. Ajo para se të rrisë trupin e saj, fillimisht rrit rrënjën e saj. Një tokën, deporton thellë derisa të gjejë ujë. Ai që e mbjell ndoshta dhe nuk e harrin dot as ta vjeli, por fëmijët harrin. Dhe ndryshimi midis pemëve të tjera pasi pemë e ullirit të rritet në majtë të shkëmbit. Ndryshimi midis pemëve të tjera që rriten më njëherë është sepse ato nxitojnë të rrisin trupin, kurse ulliri shikon të rrisë rrënjën. Kjo është një lloj pasqyre për njeriu. Është ajo që unë them gjithmonë, natyra flet me ne. Të përqendrohemi, ta lexojmë atë, sepse ajo na tregon si të përparojmë këtë formë jete. Në jetën tonë, sa më shpejt të rritemi, sa më shpejt pasurohemi, sa më shpejt fuqizohemi, aq shpejt rënohemi. Para se të shikojmë të lartësojmë, fillimisht duhet hetim rrënjët. Dhe rrënjët tona të jenë aq të thella sa asnjë fushë të mos të na arrëzojë dot. Prandaj, kjo jetë është një shkollë. Dhe pikërisht kur harrim kuptojmë forcën tonë, atëherë jeta fiton shumë.